Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Sot për ju kam një recetë të freskët dhe shumë të shijshme. Është një sallatë me patlıcan dhe speca të pjekur, e shoqëruar me një salcë të veçantë që do t'ju surprizoj. E lehtë, e shëndetshme dhe perfekte për ditët e nxehta të verës. Hajde të gatojmë së bashku. Këtu kam 4 patlıcan. I pastrojmë në 2-3 vende nga lëkura. Nëse dëshironi mund t'i fusni në ujë me krip që t'i dalin i dërimi. Por në këtë periudhë të vitit unë nuk i fus me ujë me krip, pasi nuk më duken të hidhur. I jepni formën që dëshironi, mund t'i prisni rreth ore ose kështu të gjata si po i pres unë. Ndajmë në 2 pjesë dhe i vendosim në një tavë në të cilën kam shtruar letër fure. Kam 3 speca të kuq, i japim po të njëjtën formë edhe specave, duke i bashkuar me patlıcanat. Perimet i kemi gati, i shtojmë pak krip, pak piper të zi dhe në fund vaj ulliri. Më pëlqen t'i përzjej me duar perimet. Më duket sikur bëhen më mirë në këtë mënyrë. I vete kripa gjithandej edhe vaj ullirit. Plus dora e kap edhe në një patlıcan që u duket pak më trash. E presim. Pjekja gjithmonë varet nga furra juaj. Mund të piqet për 20 ose 30 minuta në 220 gradë. Gjithmonë pjekja nga furra juaj. Patlıcanët tashmë janë pjekur, merremi me përgatitjen e salcës. Këtu kam një tufë me majdanoz. Do mundohemi ta presim sa më holl majdanozin. E vendosim në një pjatë të thellë. Presim dhe 4-5 thelpinj hudhër. Mund t'i shtypim tek ajo shtypsja e hudhrave, por edhe mund t'i krimcoj në pjesë shumë të vogla, kështu si po veproj unë. I shtojmë në pjatë. Vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë, nuk na duhet më prerësja. Marrim lëngun e një limoni, nuk është shumë i madh ky limon. Dhe ka diku te 3-4 lugë të gjellës me lëng limoni. Shtojmë një lugë të gjellës me uthull balsamike. Unë do t'i shtoj dhe një lugë me salcë soje. Por nëse nuk e keni edhe nuk ja shtoni. Nuk përbën ndonjë gabim, mund të them. Shtojmë 4 deri në 5 lugë të gjellës me vaj ulliri, i përzjej mirë. Dhe në fund fare do shtojmë pak krip dhe piper të zi. Pak krip, pasi edhe salca e sojës ka goxha krip. Shumë e kripur. E kemi gati salcën, edhe perimet janë ftohur plotësisht. I bashkojmë në mes dhe shtojmë salcën gjithandej. E përzjej mirë me 2 pirun. E servirim bukur. Ja dhe sallata jon plot ngjyra e shije. Një recetë që sjell freski në tryezën tuaj. Mos harroni ta provoni dhe ta ndani me të dashurit tuaj. Gatuaj me pasion, ndaj me dashuri nga kuzhina ime.